Shkodra përkujtoi 34 vjetorin e masakrës së 2 prillit 1991, ku mbetën të vrarë 4 dëshmorët e demokracisë, Arben Broci, Nazmi Kryeziu, Bujar Bishanaku dhe Besnik Ceka, si dhe u plagosën mbi 100 të tjerë. Përpara memorialit kushtuar kësaj ngjarje u kryen homazhe dhe u vendosën kurora me lule nga familjarë, qytetarë të Shkodrës, përfaqësues të shoqatave, përfaqësues të lartë të opozitës, ku ishte i pranishëm edhe vetë kryedemokrati Sali Berisha. Kjo ngjarje që përgjaku Shkodrën dhe sakrifica e 4 martirëve të demokracisë duhet të shërbejë si frymëzim për çdo shqiptar sot, tha në fjalën e tij Sali Berisha, i cili deklaroi se përkujtimi 2 prillit vjen para një ngjarje që do të ndajë epokat. Në të vërtetë, martirët e votës lirë u ndanë atë ditë nga jeta, por mbetën të pavdekshëm në shpirtin e lirisë, në votën e lirë. Ndaj dhe ata janë sot burim drite, burim frymëzimi për çdo qytetar që i beson lirisë dhe votës saj. Martirët e 2 prillit janë frymëzim i madh për çdo qytetar sakrifikoj për lirinë dhe votën e saj. Ne nderojmë sot këtë ditë para një ngjarje që do ndajë epokat, sepse përsëri ne nderojmë veprat e tyre të ndritur, sakrificën e tyre sublime në një diktaturë, e cila nuk bazohet më në ideologjinë e ish komitetit të partisë, por bazohet në ideologjinë e dobrakçit, të krimit, të terrorit. Dhe kjo është një diktaturë po aq e shëmtuar sa e para. Bazohet në ideologjinë e një bande që kërkon të mposhtë një qytet liridashës. Dhe kjo bandë ka një kryebandit në krye, që quhet Edi Rama. Berisha kërkoi që 11 maj të kthehet në dritën e lirisë në Shkodër dhe mbar Shqipërinë. Të kthejmë 11 maj në ditën e votës së lirë. Të kthejmë në 11 maj dritën e lirisë në Shkodër dhe mbar Shqipërinë. 11 maj është dita që ndan histori dhe epoka, ndan diktaturën e bazuar në drogë, nga shteti të drejtës, liritë dhe drejtat e qytetarëve. Ceremonia u përmbyll me një takim me familjarët e 4 dëshmorëve të demokracisë.